E pra të dashur miqtë e mi, përshëndetje. Fillimisht një herë uroj të jeni mirë të gjithë dhe të kaloni bukur në familjet tuaja. Doja pak të ndaloj tek marrëdhënia e Mirit, Selinës edhe Gimbos. Ashtu si që javë më parë në dhomën e rrëfimit me një bisedë të gjatë me psikologët edhe me stafin, DJ Gimbo shprehi ndjenjat shpirtërore të tij. Unë them që ndjenjat janë shumë të sinqerta, pa marrë parasysh që banorët brenda kësaj shtëpie janë në një fazë loje, por ajo që në fakt e ndjejnë në shpirt, ajo që ato e kanë në zemër është hynore. Unë besoj në dashuri dhe besoj në njerëz që dashurohen. Do të thoni pse? Sepse aty brenda banorët janë pa asnjë lloj mjet komunikimi, nuk kanë informacione, nuk kanë asnjë lloj mundësie për të patur punë me botën e jashtme. Big Brother është një botë krejtësisht në vete, do të thënë vetëm ato që e kanë provuar e dinë shumë bukur se çfarë eksperiencë është dhe çfarë personaliteti ndërton, dhe mendoj që DJ Gimbo me patjetër, duke qenë një djalë i ri, shumë charmant, do të kishte krijuar ndjesi dhe emocione për Selinën. Ai nuk tha që un jam i dashuruar në Selinën, por ai tha që un e preferoj, e pëlqej, është një vajzë simpatike, është një vajzë tërheqëse dhe në fund të ditës kush mashkull nuk do të ishte dashuruar apo nuk do të kishte krijuar emocione me një vajzë siç është Selina, me bukurinë edhe me pamjen e saj. Do të thënë DJ Gimbo e ndjente pafundësisht të sinqertë ta thotë që e ndjen Selinën dhe ka pasion për Selinën. Në dhomën e rrëfimit është ftuar edhe Selina. Selina ka folur për raportin me DJ Gimbon, ka folur për raportin me Mirin, ka folur për emocionin me Mirin, ka folur për ndjesin me Gimbon. Të gjithë menduan se Gimbo dhe Selina, do të thënë, do ndërtojnë diçka, të gjithë menduan se Miri dhe Selina do ndërtojnë diçka, por në thelb Selina në dhomën e rrëfimit shprehu ndjenja për Gimbon. Ajo tha që i pëlqen Gimbo, ajo tha që ndjehet mirë me Gimbon, ajo tha që jep energji të mirë Gimbo dhe këtë gjë unë nuk e dyshoj. Tani do dalim tek biseda e dieshme që zonja e Mirit e tha në intervistë në televizionin Top Channel. Ajo shumë bukur tha që Selina më mirë të ndjehet tek Gimbo se sa te Miri, sepse tek Gimbo merr energji të bukur, ndërsa me Mirin nuk është se ka ndonjë emocion, sepse kanë shumë vite ndërmjet. Ndoshta mund të mëson, ndoshta mund të merr një siguri të përkohshme, por Gimbo është ai i cili ja fal të gjithë energjinë e mundshme Selinës. Tani, unë e di që Selina nuk largohet dot nga Miri sepse ka frikë lojën, dhe në qoftë se ajo largohet nga Miri, merr një qëndrim tjetër me Mirin, unë e di që ajo do të digjet në lojë dhe këtë e ka frikën më të madhe. Por që Selina ndjen për Gimbon, këtë nuk e diskutoj fare. Mendoj që Miri do të lëndohet pafund, mendoj që Miri do të ndjehet shumë keq kur do ta sheh Selinën në krah të Gimbos, dhe këtu tani lindën pyetja. Si është Miri gati të luajë vetëm? Sa është gati Miri? Me thënë Miri nuk është gati sepse nuk e ka bërë lojën e tij. Dhe mendoj që ikja e Selinës, duke u afruar sa më shumë me Gimbon, do ta dëmtoj Mirin dhe Miri do ta merret te Greta, sepse Miri largimin e Selinës gjithmonë e sheh te Greta, sikur Greta ka ardhur me një mesazh të plot për ta larguar Selinën nga Miri dhe Miri të jetë i vetëm në këtë lojë. Unë mendoj që Miri nuk është i përgatitur të luan vetëm, sepse që në ditën e parë kur ka hyrë, ai ka hyrë me pushkën, le të themi, bazuar me Selinën, është hudhur mbi debatet e Selinës, dhe kështu që tani do shohim se si do të shkojnë gjërat.